Me shkëlqimin e 3 dekadave në skena teatrore të Greqisë, artistja Vlonjate Vefiredhi është ngjitur mbrëmjen e së martës në skenën e Petromarkos me interpretimin në monodramën e Odise Plaku të Ëngjëjt në rolin e një nëne kosovare të zhuritur në shpirt të traumatizuar e të shkatruar psikologjikisht nga zhdukja e fëmijëve të saj. Në gjoks edhe kot jemi bërë gra të shkretë, gra lupsare, të vetme në sytë të gjithëve, që ndrojmë si monumente të ngrira në dyert e institucioneve dhe përsërisim për vite të tëra të njëjtat pyetje. A nuk është lypsaritje? I thumbojnë ndërkombëtarët për të zhvendosur neglizhencën e tyre në instanca ndërkombëtare, se gjoja tek ndërkombëtarët qëndron problemi, edhe jo këtu. Heqin nga vetja përgjegjësinë. Na përkëdhelojnë me fjalë kote, se gjoja do na i gjejnë fëmijët. Me një mjeshtri të lartë artistike, artistja Vlonjate dhuroi emocione të bukura tek artdashësit Vlonjat në sallën e teatrit, interpretimi së cilës u shoqërua shpesh me duar trokitje. Monodrama Ëngjëjt vjen me tekst Odise Plaku dhe regjitën Aser Shatrollit, ndërsa shfaqja është një komunikim simbolik dhe metaforik, ku theksi është tek përballja e nënave me dhimbjen dhe humbjen, duke kujtuar këtu tragjedinë e vitit 1999 në Kosovë, por jo vetëm.